Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Bima që i ka çuditur të gjithë, merrni pak aloe vera dhe thoni lam të mirë këtyre sëmundjeve. Aloe vera është një bimë medicinale cila bën mrekulli për trupin ton. Përdorimi i saj është mjaft i rëndësishëm për trajtimin e lëkurës dhe jo vetëm. Kjo bimë përdoret zakonisht në industritë farmaceutike dhe kozmetike. Gjeli i tejdukshëm i aloe verës përbëhet nga rreth 96% përmbajtje uji dhe gjithashtu përdoret si ilaç bimor tradicional në të gjithë botën. Nga ana tjetër është e njohur për aftësitë e saj shëruese, hidratuese dhe zbutjen e lëkurës. Ajo rritet edhe në vendet me klimë tropikale si edhe në ambiente të mbyllura apo të hapura. Ja cilat janë disa nga vetitë e saj më të njohura. Shëndeti i flokëve. Aloe vera gjithashtu përmban enzima tepër të rëndësishme të cilat riparojnë qelizat e vdekura në lëkurën e kokës. Ju mund të bëni një maskë të mrekullueshme për flokët duke përdorur kështu aloe vera dhe vaj kokosi. Ajo shërben si një balsam për flokët dhe i jep atyre shkëlqim dhe një kohësisht butësi. Zvogëlon praninë e zbokthit, kruarjen e kokës dhe rënien e flokëve. Humbja e peshës. Aloe vera ju ndihmon që të humbisni peshë. Ajo ka lëndë ushqyese, enzime, aminoacide dhe minerale të cilat ndihmojnë në humbjen e peshës. Ju mund të konsumoni lëng aloe vera çdo ditë. Lëkurë e lëmuar. Kjo bimë mundet që të bëjë mrekulli me lëkurën tuaj duke e bërë atë të lëmuar dhe rinore. Ajo siguron ushqim të mjaftueshëm për lëkurën në qoftë se aplikohet rregullisht. Menaxhimi i diabetit. Studimet gjithashtu nga ana tjetër kanë konfirmuar se bima aloe vera mund të përdoret për kontrollin e presionit të gjakut dhe diabetit. Ideale do të ishte që ju të konsumoni 2 lugë lëng aloe vera në ditë për të kontrolluar nivelet e sheqerit në gjak. Por nëse konsultoheni me mjekun tuaj, ai do t'ju udhëzojë se sa duhet të konsumoni. Shëron plagët nga prerja dhe djegja. Gjeli aloe verës shërben gjithashtu për të shëruar plagët nga prerjet dhe gjithashtu djegjet. Aloe vera është bima e parë e cila konsiderohet si një ilaç efektiv për të shëruar djegjet e shkallës së dytë. Uji me aloe vera ofron vërtet përfitime shëndetësore, ushqyese dhe shëndetësore. Uji i aloe verës përfitohet nga bima e mrekullueshme e cila është përdorur prej shekuj për vetitë e saj mjekësore. Uji me aloe vera ofron vërtet përfitime mbretërëse, ushqyese dhe shëndetësore. Një gotë me 250 ml me ujë me aloe vera përmban midis 50 dhe 60 kalori. Ju gjithashtu do të merrni rreth 50% të vlerës së përditshme për vitaminë C. Vitamina C ndihmon në mbrojtjen e trupit tuaj nga infeksioni dhe ruan shëndetin tuaj të eshtrave dhe dhëmbëve tuaj, si edhe ndihmon në shërimin e plagëve. Aloe vera përmban edhe vitaminën B12, folate, kolin, bakër dhe kalium gjithashtu. Uji me aloe vera përmban 8 sheqerna natyral që forcojnë 8 sakaridet esenciale sipas studiuesve të certifikuar. Uji me aloe vera ka veti antiinflamatore në sistemin tuaj të tretjes dhe përdoret për të ndihmuar në trajtimin e kapsllëkut dhe urthit. Ne këtu do t'ju tregojmë se aloe vera përdoret gjithashtu dhe për trajtimin e sëmundjeve inflamatore të sistemit tretës. Uji me aloe vera në organizmin tuaj. Uji me aloe vera lehtëson shqetësimet e stomakut dhe nga ana tjetër ajo e rivendos tretjen normale pavarësisht nga shkaku themelor i shqetësimit. Është antimikrobik dhe gjithashtu antiinflamator. Uji me aloe vera parandalon mikrobet nga përqëndrimi në stomak dhe në zorr, mbron organet nga veprimi i toksinave dhe i alergenëve.
Pirja e 200 ml të ujit të aloe verës 2 deri në 3 herë në ditë për plot një javë është një nga mënyrat më efektive për të hequr qafe të gjitha problemet tuaja të tretjes. Si ta përgatisni në shtëpi? Ju mund të shtoni 1 deri në 2 lugë çaj aloe vera në një gotë me 200 ml ujë. Mund të shtoni dhe disa pika lëng limoni dhe 1 lugë çaj me mjaltë për një shije akoma dhe më të mrekullueshme. Ne gjithashtu ju këshillojmë se nëse dëshironi të bëni sasi më të mëdha, priteni gjethet e aloe verës dhe më pas hiqni skajet e tyre. Pastroni kështu lëkurën nga të dyja anët për të marrë gjelin transparent. Griheni masën e gjelit në mikser dhe ruajeni në kavanoza qelçi për deri në një javë në frigorifer. Bima aloe verës është një nga kurat më të fuqishme që na ofron natyra, sepse ajo arrin që të shërojë organizmin si nga jashtë ashtu edhe nga brenda. Nuk besohet që nuk ka njeri i cili nuk ka dëgjuar për përfitimet që vijnë nga xheli aloe verës. Kohët e fundit ky lëng çuditbërës ka fituar mjaft vëmendje dhe popularitet në mesin e njerëzve të cilët kujdesen pikërisht për shëndetin e tyre. Çfarë është lëngu i aloe verës? Lëngu dhe xheli prodhohen nga gjethet e gjata të bimës. Mund të duket e vështirë, por në fakt, gjethet e bimës mund të japin këtë lëng edhe në një mënyrë akoma dhe më të thjeshtë nga sa ju mund ta mendoni. Pritini gjethet sa më pranë pjesës kryesore të bimës. Gjethet ndahen gjithashtu në gjysmë sipas së gjatësisë. Siguroni ta keni hequr cipën nga gjethet, pasi cipa e jashtme është e rëndë për stomakun. Nxirreni xhelin e aloe verës nga gjethet duke përdorur kështu një thik. Pjesën e xhelit që ju keni përftuar i vendosni në mikser dhe i punoni derisa të merrni lëngun e aloe verës. Filtrojeni lëngun në mënyrë që ta pastroni atë nga çdo fibër e tepërt e cila mund t'ju ketë kaluar gjatë heqjes së cipës. Tashmë jeni gati për fazën e fundit, atë të kombinimit me lëngun e shtrydhur të frutave tuaja. Mund të shtoni lëng portokalli, limoni të verdhë ose limoni jeshil. Përzieni së bashku dhe më pas shijojeni. Megjithatë, duhet të keni parasysh që vetëm 10 gram në ditë nga xheli aloe verës keni nevojë ta kombinoni me lëngun tuaj të preferuar. Pirja e lëngut të aloe verës ka vlera të shtuara dhe mirëbërëse për organizmin. Vitamina dhe ushqyes. Lëngu i aloe verës përmban një sasi të lartë ushqyesish të domosdoshëm siç është vitamina A dhe E, magnezi dhe kaliumi. Këto janë shtyllat kryesore të mirëqenies tuaj të brendshme. Antioksidant. Tek lëngu i aloe verës do të mund të gjeni një sër antioksidantësh të fuqishëm të cilët do t'ju ndihmojnë të luftoni radikalet e lira, shenjat e plakjes dhe disa sëmundje. Mbështetje për sistemin tretës. Aloe vera përmirëson mënyrën e tretjes së ushqimit. Nëse pini lëngun e aloe verës, ju do të arrini të zvogëloni sasinë e acidit në stomak dhe do të parandaloni formimin e ulçërës. Avantazhe për funksionet e trurit. Sipas disa studimeve shkencore, pirja e rregullt të lëngut të aloe verës ndihmon funksionet e trurit për të kujtuar dhe mësuar, por edhe përmirëson gjendjen e përgjithshme të humorit. Mbron sistemin imunitar. Imuniteti i mirë është një tjetër përfitim i cili vjen nga lëngu i aloe verës, kjo fal antioksidantëve dhe nivelit të lartë të vitaminës C. Shëndeti dentar. Disa studime kanë treguar se pirja e lëngut të aloe verës ka një ndikim të drejtpërdrejtë në shëndetin dentar, përforcimin e dhëmbëve dhe parandalimin e kavitetit. Mirë po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj.
Faleminderit.